shumë. Krusita ishte me ne mbas eliminimit, ndërkohë do të... tani është momenti për t'ju prezantuar 3 hyrjet e reja. Dhe për ta bërë këtë, më hap një lidhje njëkohësisht edhe me shtëpinë edhe me shpellën. Atëherë mirë mbrëma edhe një herë, ose mirë mëngjes duhet të them. Është momenti për t'ju njohur me 3 hyrjet e reja. Shikoni pak në video wall. Dinamika 3 ata. 3 hyrjet e reja, 2 djemë dhe 1 zonjush janë tek shpella. Ai që është si bie në të djathën tuaj është Ardit Murataj, gazetar, moderator, e ka nisur karrierën këtu në Top Channel në Select, më pas ka vazhduar në punë të ndryshme, televizionet të ndryshme dhe e gjen veten në Big Brother në një përvojë që mezi e ka pritur. Është 28 vjeç, është detajist, por edhe zhurmaxhi dhe vetën e përcakton si romantiku i shekullit. Oke? Mirë mbrëma Ardit. Mirë mbrëma Redion, mirë mbrëma gjithëve. Në mes është Livia Luzi. Livia Luzi është aktore. Lozi të lutem. Lozi, më fal. Ç'është kjo? Livia Lozi. Lozi. Bukur. Për shumë të bukur e ke, është e ndjeshme, siç e vutre edhe nga reagimi menjëhershëm nga lapsusi i mbiemrit, pra shumë e ndjeshme. Është e guximshme dhe thot Livia që hyn në Big Brother për të shkëlqyer në atë që e quan si aktore që është rolin e saj më të rëndësishëm, që na bën ne të vëmë në pikpyetje, a do jetë në rol apo do jetë vetja aty brenda. Dhe i treti, dhe jo më pak i rëndësishmi, vjen nga Kosova. Shëndrit Lumi është gjithashtu gazetar i njohur i showbizit, përshëndetje Shëndrit, thot se është totalisht pa filtra dhe se nuk ka nevojë të bërtas për t'u dëgjuar. Po këtë e thot vetëm se nuk ka qenë ndonjëherë në Big Brother dhe nuk di se si është aty brenda. Do të na thot diçka Ledi. Thuaj pra, ha. Treshja më e re në Big Brother do të jetojnë në shpellë, pra do jenë shpellarët e rinj, le të themi kështu. Tani ta bëjmë edhe me këngë, se si shpellar që jemi në takon Timoni, jo unë pumba, se Timoni se arrit do të me linja. Po. Ja ku e kemi edhe pjesën tjetër, edhe Nala, Luanesha pastaj. Nala, po. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Në këtë rast The Lioness, po. Koha do na tregoj nëse ndonjëri prej jush do të bëhet kovu ose skar. Tani, çfarë do të ndodh me pjesën tjetër të shtëpisë? Ju të tre, pra Shëndrit, Livia edhe Ardit, do të keni mundësinë që të përzgjidhni nga banorët e shtëpisë tjetër 3 prej tyre, të cilët do të jetojnë aty me ju, dhe njëkohësisht do të përfitojnë imunitet, si që keni edhe juve. Okej. Po e nis me Livian, me qënëse është zonjusha. Livia, kë zgjedh ti? Unë do zgjedh Mateon. Mateon, okej. Ardit, kë zgjedh ti? Shiko, unë do doja shumë të shihja në një sfidë të tillë Selinën, The Queen. Selinën. Pse jo? Okej. Dhe Shëndrit ti kë zgjedh? Unë po e zgjedh Gimbon, s'dua ta ndaj pe Selinën. Okej. Kemi ta nxjerrë te Bimranit. Atëre, Mateo, Selin, Gimbo, me njëherë të shkoni tek shpella. Hajdeni. Me njëherë. Mashallah, ustadi. Çfarë duhet ne jam? Goca. Kujdes takër. Serg, papa. Ti kujdes ti atyre,
Okej, largohet Mateo, Miri mbyllet derën. Miri mbyllet derën, Miri, Greta mbylleni derën. Miri dhe Greta. Mbylleni derën. Ose Nuk të tha njeri, Miri. Nuk tako. Miri. Po fal, o Miri. Miri. Po. O i Miri nënës. Bravo. Po pse duhet të bërtas kaq shumë? Po nuk dëgjohesh aty, nuk dëgjohesh. Nuk Se nuk dëgjohen. e tani, nuk Po e mirë, tani. a thash gjë unë që mund të shkoni ju të dy te shpella? Po mi i shoqëruam se dinin atë rrugën atë. E di rrugën ato kurse më unë mirë. dhe Greta kemi qenë aty. Mos bëj si i Zoti i shtëpisë më mirë, të lutem. Tani Isha me ati Gimbos, çfarë do të thot kur i thua ki kujdes me atë? Na e trego pak. Selinë, Ledion, se kjo është loja me këto. I thash të ketë kujdes për Selinin? Po thjesht çfarë do të thënë? Do me thënë se... E tani s'mund t'i themi gjitha kështu live. Po, pse qa ka? Po mirë më miri. Mund të mos i thuash të gjitha kështu live, po ndonjë gjë mirë është ta thuash. Se pastaj bëni si të prekurit e shekullit. Ja, se se ta po them. na ndodhin ne këto gjëra. po ta them, Si ka mundësi që vazhdojnë të merren akoma me historinë tonë? Si ka mundësi 53 ditë vetëm me ne merren? E kisha merak. Do shkojnë për çaj. Edhe i thash ki Ore, kujdes. nuk keni pa ju, fajin e kanë ato aty brenda që vazhdojnë t'ju konsiderojnë akoma edhe ju hidhen me vrap kur ktheheni në shtëpi. E po s'kemi qa bëjmë. Ashtu, tani. Ata them. E kisha për kujdesin se atje nuk është ambient aq që i përshtatshëm si këtu në shtëpi. Ti ke net 4 ditë, edhe unë kam net atje se kam qenë në akvarium. Ti ke net për shef për 6 vete, unë kam net vetëm me penë. Po çall, halli jot, mos është halli im. Po pse pra mërzitë ti që ajo ndërë sigurta? Ajo është ndërë sigurta dashurum. Ku e ke hallin ti? Apo shkoj se s'ke nuk jote. thu kam djenja për Selin. Në rregull, vazhdo, po. Dhe kjo ishte e gjitha, të ketë kujdes se aty nuk janë kushtet siç janë kushtet. Okej. Brikena, më mirë kështu apo jo? Ledion, unë ja thash që në fillim para se me thonë ata i thash Mateos, thash ka me të zgjedh ty, nuk e di, e kisha atë para ndjenjë, por që unë shpresoj të kënaqen së bashku edhe... Po si moj, kjo Livja, ç'është kjo, si shpreson të kënaqen së bashku? O Ledion, shifi sekond, unë nuk shoh gjë të keqe me ardhi banor i ri ose një banor e re, mu njoh, mu me fol, nuk shoh gjë të keqe, a Po ty kupton? këto mend do të lëm beqare për gjithmonë. More Po vesh. që besoj që do ndihet mungesa Mateos, por që nuk ka gjë të keqe, absolutikisht. Ka gjë të keqe, Edhe s'ka gjë kaq. të keqe. Mirë. Tani çfarë ndodh me Juve? Juve do të keni mundësinë që të nominoni dhe të nominoheni. Dhe do të shkojnë në televotim 4 ose më shumë prej jush në rast barazimi. Natyrisht edhe Rogerti, sepse është pjesë e çdo televotimi. Qartë? Jo. Kush fillon? A pjesa tjetër janë imun, ë? Pra, vetëm mes njëri tjetrit. Fillon Brikena. Brikena te dhoma e rrëfimit.